Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zgjedhjet e 11 majit, ato që ndodh pas këtyre zgjedhjeve me qeverinë në mandatin e 4 dhe opozitën po ashtu në mandatin e 4. Të ftuar kemi zotin Fatbar Kadiri, i cili është njohur për gjithë ju për betejat e shumta që ka zhvilluar brenda Partisë Demokratike për demokratizimin e saj. Por siç e pam me këtë që ndodhi në këtë zgjedhje, ditë akoma edhe më të vështira e presin pra Partinë Demokratike. Zoti Kadiri, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Zoti Kadiri, Europa është sot Tiranë për ta nisur me samitin e komunitetit politik, ndërkohë që Partia Demokratike pak metra më tutje proteston. A është ky momenti i duhur për ta nisur aksionin? Të dyja janë ngjarje shumë të mira, shumë të rëndësishme. Natyrisht ardhja e dinjitarëve të gjithë Europës, se është gjithë Europa gjeografike, nuk është thjesht Bashkimi Evropian, është dhe Anglia që nuk është më dhe vende të tjera, Ballkani Perëndimor, është një ngjarje e rëndësishme sepse avancon antarësimin e Shqipërisë, kyçjen e Shqipërisë në familjen e vet europiane. Dhe fakti që zgjidhet Tirana është përsëri një lajm shumë i mirë për gjithë shqiptarët, pavarësisht kush është kryeministri dhe a e duam apo se duam. Ne si shqiptarë gjithë kemi vokacionin e brendshëm për të bërë pjesë e familjes europiane. Nga ana tjetër, protesta është ngjarja më normale, madje ushtrimi më i mirë i demokracisë. Kështu që a është zgjedhur kjo për të forcuar demokracinë apo për të për të prishur festën, do thonin socialistët, unë do zgjidha të kishim protest bashkë me këtë takim, sepse ju do dëshmojmë si shqiptar familjes europiane që ne kemi problemet tona, ne kemi vështirësi për të bërë pjesë e kulturës europiane dhe kjo është forma më e mirë për të treguar kulturën europiane, protest. Protesta është tipari i shoqërive të hapura, është tipari i shoqërive të lira. Arsyet e protestës, kemi të sinqertë, pavarësisht rezultatit shumë të thellë. Ne jemi të gjithë të qartë që procesi zgjedhor, edhe pse që mbase më i mirë se i paraardhës, të paktën nuk u vra një njeri, mbetet një proces zgjedhor problematik. Pra nuk është i mirë për standardin e Shqipërisë, sipas OSBE-s, po jo në standardet europiane që ne duam. Prandaj të protestosh është tërësisht legjitime, të protestosh edhe për parregullsitë e zgjedhjeve është përsëri legjitime. Dhe ngjarja e madhe nuk prishet në mendimin tim, europianët janë aq me përvojë demokratike, sa të kuptojnë që askund nuk ka konsens 100%, dhe është mirë që nuk ka konsensus 100%. Është mirë që ka vibrim, përplasje dhe si thua presion mbi pushtetin. Me që jemi tek samiti, përpara se të vinin liderët europian, i paraprin me urime të shumta, sa kortezie kryeministrit për mandatin e 4, ndërkohë që opozita është kapur tek një fije bare, ndoshta tek shpresa që nga SBA nuk ka ardhur një reagim. Për ju do të thotë gjë kjo? Për mua nuk do të thotë asgjë. Si njëra që është një kortezi, por një kortezi dhe domosdoshme, sepse ato do të vinin sot në Shqipëri dhe nuk mund të anashkalonin ngjarjen. Aq më tepër që ngjarja është me një rezultat shumë të thellë. Pra është një rikonfirmim i fortë i Tiranës, për fat më i fortë se sa i para 4 vjetëve, dhe po ta shikosh nga 2013 që ka pasur 65 mandate të veta të Partia Socialiste dhe disa në për të ke LSI, që mori atë mos gaboj janë 19 mandate, a 16, ka pasur rritje me 73 mandate në 2017, me 75 mandate plus aleatin shkon tek 77-78 në 2021 dhe sot e vetëm 73. Domethënë nuk është normale që ai sa më shumë konsumohet, aq më shumë votohet, por europianët shohin shifrat. Dhe nuk është se nuk i dim parregullsitë, sepse raporti ishte edhe nga OSBE, ishte edhe nga përfaqësues të Parlamentit Evropian, të gjithë i pan parregullsitë, por kanë parë që parregullsitë nuk kanë përcaktuar jo vetëm votuesin, po as në rezultat të madh në këtë zgjedhje. Ndaj urimi i tyre është i lidhur me vizitën, po i lidhur edhe me rezultatin. Pse nuk janë shprehur akoma Shtetet e Bashkuara? Nuk e di, ka një ngadalësim në diplomacinë amerikane në raport me Shqipërinë, ne kemi pasur shumë pak deklarime. Edhe deklarimi i zëvendës presidentit Vance ishte disi, si thua, eufemik, domethënë ishte duhet dëgjuar vota e çdo qytetari. Okej, ja votat e qytetarëve u dëgjuan, edhe të emigrantëve u dëgjuan,
A do ketë një reagim më të ashpër nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Edhe mundet, por kjo nuk ndryshon dot realitetin. Dhe më vjen keq që Partia Demokratike kapet si mbyturi mbas flokëve të veta, duke menduar se do shpëtoj, sepse është kjo parti që 4 vjet përpara u shfaq independentiste, anti-imperialiste. Fjalimi i Berishës në 11 dhjetor ishte i gjithë anti-imperialist në 2021 në stadium. Po ashtu dhe në 30 prill të 2022. Pse? Sepse diktati amerikan nuk i pëlqeu. Sot i kthen syt nga Amerika duke thënë do zoti Amerika i bie Tiranës. Ato 500 sa mijë vota që mori Partia Demokratike janë të shqiptarëve. Ata shqiptarë dinin që Berisha nuk është në terma të mirë me Amerikën. Por nuk pyetën për të. Zgjodhën Berishën. Edhe po të jetë në terma të mirë me Amerikën. Ata që votuan Edi Ramën nuk kanë për të votuar Sali Berishën. Mund të jetë 1% fare vogël, më pak se 1% mund të influencohen nga këto gjëra. Pra demokratët nuk u influencuan nga Non Grata. Vazhduan të ndoqën Berishën. Në shumicë zëmuese, jo të gjithë. Socialistët e kishin pa Non Grata, e kishin të kryeministër në 13-ën. Nuk e votuan Sali Berishën, ne larguan me 1 milion vota. Pra raporti i Berishës dhe i PD-s me shqiptarët është krejt tjetër dhe nuk ndikohet. Është një mit që krijohet që po folën amerikanët do ndodhi një gjë, nuk do ndodhi asgjë, edhe po folën. Sepse raportet janë me shqiptarët. Zoti Kadidi, u bën përshtypje fakti që si s'ka asnjë brenda PD-s që të dalë kundër një zë kundër Berishës për humbjen e zgjedhjeve. Se të fundit ai po Berisha ata janë në rregull, po e duar trokasin ose po heshtin, vallai të vazhdoj. Neni Basha bie. Tani Berisha u kujdes që në listën e mbyllur, që ishte e sigurt, të ishin vetëm mbështetësit e vet, besnikët e vet, njerëzit që kishin dhënë garanci që nuk do ta ngrinin zërin për problemet e partisë. Nuk do ta ankoheshin, sepse ata midis partisë dhe Berishës zgjodhën Berishën. Partia me zgjedhjen me rikthimin e Berishës u dëmtua. Fakti që ne kemi një parti si ajo e Ali Bejt me ca të tjerë, një parti si ajo e Lulbashës, njerëz të tjerë që zgjodhën të votojnë Lapajn, Shehajn, dhe Shehi doli bile nga PD-ja para 2 vjetësh. Pra, fakti që këta u shkëputën tregon që Berisha nuk ishte figurë përbashkuese. Mblidhte, motivonte, tonizonte militantët e tij, por është gënjente pjesën tjetër të partisë. Vetëm me militant nuk ka përfituar asgjë. Askull Partia Demokratike. Nëse nuk mbledh demokratët që nuk janë militant, por që kanë arsye, që vënë trurin në punë, që kanë moral, që kanë vetdije politike, që kërkojnë kauza dhe luftra politike që nuk janë thjesht dil protest. Edhe shkruaj Rama ik. Se si kanë Rama se i themin e ik. Pra, këta lloj demokratësh nuk janë atje. Shifni listën. Kushdo që hezitoi të bashkohej Berishës, marr shembullin e zonjës Tabaku. Ajo hezitoi të bashkohej Berishës. U kthye në fund dhe asnjëherë nuk u shpreh shumë qartë. Unë dëshkua. Unë nuk besoj se ne në Partinë Demokratike kemi një zonjë më me dinjitet, më përfaqësuese të djathtës, se sa ç'është zonja Tabaku. Në nivele të njohura se ka zonja sa duash në Partinë Demokratike që mund të jenë edhe më të mira, por po them në rrjeshtin e parë të politikës. Asnjë nga femrat atje, zonjat atje, nuk bën as çerekun e votave që bën zonja Tabaku si mesazh politik, jo si individ, si mesazh politik. Por nuk ishte në listën e mbyllur. Dhe leximi i qytetarëve është i qartë. Ti nuk e do atë që duam ne, ne s'e duam ty. Në të njëjtën mënyrë, po marr raste të tjera. Po marr rastin e Korçës. Andrea Mano për shembull, që ka qenë lokomotivë elektorale. Ka garantuar një mandat më shumë në 2017 dhe në 2021, edhe pse nuk qe në listë fituese po punonte fort. Vetëm se hezitoi dhe erdhi gadal gradualisht pa bujë te grupi parlamentar, nuk është në listën e mbyllur. Po është ai Dedion Allbati i Devollit që gjëja vetëm i ditë bëj të zihet me grushte. Si në parlament, si në rrugë, me shofer. Tani çfarë vlere ka qytetaria korçare nuk përfaqësohet në Dedion Allbat. Përfaqësohet në Andrea Manon. Nuk e ke Andrea Manon listë mbyllur, korçarët e kuptojnë, japin votën diku tjetër. Na ndihmoi vetëm formula, se është e vështirë të shkojë 7-3. Po ti shikoni shifrat, është më afër 7-3 se sa 6-4. Për një 2-3 mijë vota mbjetojnë dhe nuk shojmë 7-3. Po shtur,
që një vend si Korça ne të mos kemi përfaqësimin e qytetarisë, e modelit. Djepi kulturës, Shkodra dhe Korça janë. Dhe po ta shikosh në gjithë jugun e Shqipërisë, Korça është më pak fanatike. Se unë e di në Vlorë, Gjirokastër, Fier, Berat, elektorati është më shumë majtës. Dhe nga Berati ishte ajo zonjë që thoshte nuk dua masuja as dritave do t'ju shohim bashkë. Po në Korçë nuk ndodhet një gjë e tillë. Korça është e balancuar. Ne kemi humbur Korçën sepse komunikimi politik i Berishës është i papranueshëm për Korçën. Përfaqësuesit politik që zgjedh Berisha janë të papranueshëm për Korçën, si qartë, jo vetëm si qytet. Zoti Kadidi, ju para 4 vitesh këtë që po ndodh, sepse unë ju kam ndjekur realisht shumë intensivisht, qysh atëherë kur ju dolët edhe me. Por tani çfarë ndodh tani e tutje, sepse Berisha thotë unë do iki kur të vendosa i larg. Pra, pa hyrë nga Rama. Çfarë ndodh tani në 2029? Ku e shikoni Partinë Demokratike? Po të marrin zgjedhjet e reja tani kur të bëhen tjera. Janë 3 vektorë që lëvizin në Partinë Demokratike. Një është Berisha, 2 janë ata që janë në forume, natyrisht që ka zgjedhur Berisha, por ka dhe që nuk i ka zgjedhur Berisha. 3 është baza e partisë. Berisha thot kur të më marrë zoti e lë Partinë Demokratike. Gati sa nuk thot do ta marr me vete kur të mos jem më. Këta të forumeve duhet flasin. Në qoftë se nuk flasin, janë bashkëfajtor. Çfarë do bëj vektori i tretë, baza e partisë? Do ta braktis Berishën nëse vazhdon me këtë lloj kokforcie, me këtë lloj keq përdorimi të besimit të tyre, të kontributeve të tyre, të sakrificave të tyre. Sepse Berisha është bërë president dhe kryeminist për votave dhe punës këtyre demokratëve. Nëse ti këto i keq përdor, një ditë do të tiki. Fakti që ne sot, Partia Demokratike sot, bashkë me LSI-n brenda, ka 500.000 vota, ndërkohë që vetëm kishte 622.000 vota para 4 vjetësh, tregon që 100 e ca mijë njerëz nuk i erdhën. Sa ato vota i shkuan Keshejaj, Lapaj, që emrin partitë të tjera, Basha, e tjerë, janë 100 e ca mijë vota. Opozitarë janë ato, por nuk pranojnë dot logjikën politike të një individi si Sali Berisha që vazhdon të ri atje. Dhe vazhdon të përdor të njëjtin gjuhë politike. Konceptin e vjetër të luftës klasave. Ne, ata, unë. Lideri pa thyshëm si Enveri, ne dhe ata si Partia Komuniste, me ata që quheshin reaksionar dje. Nuk funksionon kështu politika mas 34 vjetësh. Unë jam i bindur që ju si keni bërë 40, pra ju kur keni filluar të mbani mend politik, Berishën mbani mend nga krahu i PD-s. S'mbani mend, ju se mbani mend, jam i bindur Ramizalin, ta mbani mend kështu si drejtues, si figurë patjetër, ndoshta edhe Fatosnanon jo. Pra, nga krahu tjetër ka 4 gjenerata politikanësh. Nga Ramizalia ke Fatosnano, nga Fatosnano ke dyshja Majko Meta, nga këta kthehet prapë ti Vatosit pas e ke Dirama. Dhe janë gati një gjenerat tjetër politike. Ndërsa këtu ne vazhdojmë akoma me gjeneratën Sali Berisha dhe kush i lëpihet më shumë Sali Berishës. Unë prandaj kam qenë kritik. Zoti Kadidi, tek mund të keni më shumë, ndoshta mund të më shumë shpresë, ju mor një emër pak më lart shembull Zorin Tabaku, e cila ndoshta mund të jetë më e çliruar me votat që mori, që ndoshta mund shkojë deri te 20.000 vota, që mundet të marrë një nismë tjetër brenda Partisë Demokratike, duke qenë se ajo futet në parlament nga qytetarët, nuk është nga brenda 5 vjeçës, sepse nuk po flas për pjesën tjetër të Bardhit apo Gjek Marka që mund të rebelohen, por nga Zoja Tabaku e cila erdhi me votat e qytetarëve aty, jo me listën e kryetarit. Pra, mund të ketë një dritë fund tunelit që mund të jetë ajo. Unë për fat keq nuk kam parë qëndrime të prera, të qarta dhe të vendosura nga Zonja Tabaku, me gjithë cilësitë që unë lavdërova pak më parë. Një nga mangësitë e saj është mungesa e iniciativës politike individuale. Ajo qëndron shumë mirë në linjat përgjithshme të Partisë Demokratike dhe të djathtës, por nuk kam parë leadership, nuk kam parë kurajo, nuk kam parë dëshirë për të sakrifikuar. Ti jesh i pëlqyeshëm mes demokratëve është një gjë, dhe të bësh betejë politike është një gjë tjetër. Betejë politike shpesh të bën jo popullor, të bën të papëlqyeshëm. Unë jam shembull i kësaj. Mes demokratëve nuk jam shumë popullor, i pëlqyeshëm në sensin, se popullor i njohur patjetër. Nuk i pëlqen e vërteta njerëzve. Është si ai smuri që ne si traditë në Shqipëri nuk ja u tregojmë që është i smur rënd se do vdesi, se mërzitet më shumë dhe vdes më shpejt. Këtë mentalitet kemi dhe në Partinë Demokratike. Mos e thuaj, veç e veç.
veç, nuk ka dalë një, po them nga kryesia e poshtë, që të mos më thotë që po ke 300% këshuesh, po tani s'kemi çfarë bëjmë. Po ç'se s'kemi çfarë bëjmë? Nuk do të bësh, për të pasur ka plot. Pse bëj unë? Pse jam unë me këtë qendrim të qartë? Pse paralajmërova që me Berishën nuk ka të ardhme, vritet e ardhme e Partisë Demokratike. Që në sy të Berishës në kuvend me 12.000 veta atje. Disa përshkëllyen, disa heshtën, disa më kapën vesh se kështë drejt, bravo për kurajën. Po pse se bëjnë të tjerë? E di pse nuk e bëjnë për një që shumë thjeshtë. Zgjedhin karrierën dhe jo politikën. Për fat keq ne kemi një koncept gabuar kur vjen puna, quajmë politikan këdo që ka një funksion politik. Po s'ka bërë politika asnjëherë, nuk është politikan. S'ka thënë një gjë politike asnjëherë, nuk është politikan. Se nuk është politikan ai që del si zëdhënës dhe përsërit fjalët e Berishës, edhe pse është nënkryetar apo sekretari i përgjithshëm. Politikan është ai që prodhon argument politik, që ka betejë, sfida politike, kauza të reja politike, që ka argumentin origjinal, që ka fjalinë origjinale, që ka përfaqësimin origjinal. Po nëse të merr Berisha dhe të bën nesër nënkryetar partiu, bëri politikanti brenda ditës, s'ndodh kështu. Se i kemi parë. Ja kujtoj rastin e Josefina Topallit. Zonja Hekurt e veçuar zonja Hekurt. Çfarë bëri kjo zonja Hekurt kur bëri parti? Bëri mand ndonjë fjalim nga ajo në lëvizje politike, në ide politike. Veti 4 vjet me parti, bëri dhe hyri dhe në garë në 2021. I mbajnë mend vetëm rastet kur përtiste më fort se Berisha apo që përtiste Berisha. Si mbahet mend asgjë. Zoti Kadir, ka qenë politikane. Po e reja ju zgënjeu që nuk lindi? Jo, nuk prisja të ndodhte, se sa kohë njerëzit tentojnë të ushqejnë veten me si thua me zgjidhje personale, me zgjidhje karriere. Kjo nuk i shërben askujt. Edhe partitë e reja kanë një problem shumë të madh. Janë krijuar nga njerëz që vendosën të jenë kryetar, e pan veten si kryetar, pastaj bën parti. Prandaj ne themi partia këtij, atij. Kë ka lapaj në parti përveç vetes. Që ke marrë një intervistë dhe i ke bërë dy pyetje. One man show. Tani po tjetë për one man show, Berisha dhe Rama janë më të zotë, kanë dhe më shumë mjete, kanë dhe më shumë përvojë, kanë dhe më shumë ndjekës. Po tjetë për të lloj modeli. Partia nuk lind si vullneti i kadillit. Ngrihem unë në mëngjes, pi kafën e mëngjesit dhe them do bëj parti sot. Jo. Partia vjen si produkt i një lëvizje. Një lëvizje ku bashkohen njerëz që ndoshta debatojnë ashpër me njëri tjetrin për të gjetur pikat e përbashkëta pse mund të bashkohen dhe pse mund mos bashkohen. Çfarë i shqetëson? Çfarë është zgjidhja? Atëherë mund të vini një parti dhe prej tyre del dikush. Po ka një problem konceptual përsëri. Për fat keq, ne kemi një histori të mitizuar. Partinë Komuniste e themeloi Enver Hoxha. Kjo ishte propaganda 40 vjeçare. Jo, se themeloi Enver Hoxha, që komunisti i fundit që shkoi aty. Madje disa thonë që e morën thjesht për të balancuar fetarisht, se grupi Korçës ishte gjithë ortodoks dhe mori një musliman. Anekdotësh, edhe po të mos jetë vërtet, edhe po të jetë vërtet s'ka rëndësi. Nuk ishte një person që kishte bërë betejë politike, kishte bërë Kemal Stapa, kishte rënë në burg, Vasil Shantov, Koço Tashko e shumë të tjerë, kishin bërë betejë politike, kishin bërë greva gjëra. Enver Hoxha s'kishte bërë asgjë, rinte shiste ke kafe Flora. U fut aty, nuk u caktuan ai kryetar. E caktuan në 43-shin e pranuan si sekretar të përgjithshëm. 2 vjet brapa. Me tutorimin e Jugoslavëve, Miladin Popovicit dhe Dušan Mukoshës. Në shtator të 43-shit e pranuan raport në emër sekretarit të përgjithshëm, për herë të parë u gjyq sekretari i përgjithshëm. Dhe në berat në 44 ndeshë hoqën. Nuk e hoqën se tanë po e shtym se nuk shkon mirë tani që fituam pushtetin. Në ditë mënyrë, historia e atyre që mitizojnë Sali Berishën thonë Sali Berisha krijoi Partinë Demokratike. Jo. Kur është shpallur Partia Demokratike, Sali Berisha ka mbyllur fjalimin duke thënë unë do mbetem një mik i Partisë Demokratike, se kishte në xhep akoma tesën e Partisë Punës. Gradualisht mori pushtetin etj. Me konflikte të mëdha, me fraktura të mëdha. Kujtojmë për përjashtimin e themeluesve, Albin Imami, Gramos Pashko etj. Që ishin po aq autoritarë dhe të spikatur sa Sali Berisha deri atë ditë. Pra, ky mitizim i themeluesit, drejtuesit, liderit historik i është nguritur në trut vogël shqiptarit dhe thotë do themeloj dhe unë partinë time. Siç e paska bërë dikur Enveri, siç e paska bërë dikur Saliu. Nuk është kështu.
Partitë janë krijuar nga lëvizje. Ka pas një lëvizje komuniste me 3-4 grupe, një grup bile nuk u bashkua, 3 tjerë nuk bashkuan. Ku ishte Enveri? Askund. Kishte një lëvizje underground gjatë gjithë viteve 90. Kishte protesta që organizonin njerëz që vunë dinamit ke Stalini. Ku ishte Saliu në atë? Shërbente në klinikën e qeverisë. Janë rastësia i kanë nxjerrë si lider. Zotësia patjetër ka bërë të mbajnë pushtet. Nuk po ja heq vlerat, por nuk janë themelues. Dhe këta që dalin thonë do themelojnë parti, këta kanë lexuar gabimi historinë dhe kanë besuar mitin. Prandaj nuk funksionojnë partitë e reja të bëra në këtë mënyrë. Zoti Gati dhe diçka të fundit kam. Rama do të arrijë ta rishpikë edhe një herë veten tani a ka të vështirë për të frymzuar pra për ngjallur shpresë, ndoshta edhe më të vështirë se opozita për të ringritur nga krahu tjetër për të parandaluar edhe ikje, sepse ka edhe mjaft të zhgënjur, siç ka ndodhur vitet e fundit që nuk shikojnë shpresë në mandatin e 4 dhe vala të vazhdojë. Marrja e mandatit 4 është një deformim i madh i demokracisë. Demokracia në Shqipëri është e brisht, është një traditë që jo ekzistuese, nuk ekziston kjo traditë në Shqipëri. Dhe kjo shoqëri nuk e duron dot 4 mandate rresht për një kushdo qofte. Edhe unë po tish 4 mandate rresht do kisha shtëruar dhe më drejt thot, a ka mundësi ta rishpik më vetveten? Ose do isha bërë arrogant ose arbitrar, sepse rrethohesh nga një kulturë politike që favorizon leadershipin dhe operon në një shoqëri që nuk ka instrumenta të tjerë për ta kontrolluar pushtetin. Ne nuk kemi instrumenta jo publik të krijuar nga shoqëria, që kur flasin ato vendoset hierarki, ndahet e mira dhe e keqja, poja dhe joja. Ne nuk i kemi këto. Për ta kuptuar shqiptarët. Çmimin Oscar nuk e jep qeveria amerikane. Po kush merr çmimin Oscar është një autoritet dhe japin profesionistët mes tyre. Kjo është ajo që ne na mungon. Kush e jep çmimin politikani i mirë, gazetari i mirë, biznesmeni i mirë, profesionisti i mirë? Ktu kanë jep qeveria të gjitha. Dhe prandaj ne nuk kemi instrumente jo politik të krijuar nga njerëzit, nga komunitetet, nga grupet, që të jenë garant për të mbrojtur demokracinë dhe interesat e tyre. Të jenë grupe presioni, grupe interesi, jo ne nuk i kemi këto. Dhe prandaj vetvetiu ti degradon në arrogancë. Edhe sulm mos jesh i lindur i tillë. Do jeti Rama i Zotit ta shpik vetveten, Rama ka shtëruar për mua prej kohësh. Po ta shikoni Rama bën në një përmas kombëtare atë që bënte në përmas lokale në bashki. Estetizon qytetin, bën transformime estetike të rëndësishme pa diskutim, nuk jam nga ata që i quaj fasadë, jo, nuk janë fasadë, janë cilësi jete. Sepse ngrihemi mëngjes dhe lajemi dhe ruhemi dhe kruhemi, pse i qetin flokët? Nuk kam bukë nga kjo, nuk ushqehemi më mirë, nuk na zgjatet jeta, por kemi kënaqësinë për estetike, për të qenë mirë me veten. Njeriu u dallua nga kafshët kur mori një copë fëngjill dhe vizatoi në shpellë. Rama këtë e di dhe e përdor. Puna është a do rishpiket opozita, sepse Rama aty vegjeton vetëm prej opozitës të pamundur. Dhe kjo është një opozitë totalisht e pamundur për të ngritur. S'mund të bëhet e shkuar e ardhme. 2 herë ka qeverisur Shqipërinë Sali Berisha. Shqiptarët ja kanë dhënë atë dobinë e shprehjes, më bëj njëherë dhe njëherë nuse se di si nuseroj. Ja dhan, e bëri. I tani nuk është më bëj disa herë nuse që të nuseroj, që të mësoj të nuseroj. 34 vjet në politik, vetëm ai. Dhe ka dhe një që ka ngrirë konkurrencën politike Sali Berisha. Që nga 2009, gara është Berisha, Rama. Edhe në 2009 ka fituar Edi Rama. Kokë për kokë, Partia Socialiste, Partia Demokratike ka marrë 1% më shumë Partia Socialiste. Ne kishim një koalicion me një 16 parti, ai ishte me 3 parti. Pra ne ishim 17 parti në koalicion, ai ishte 4 parti gjithsej. Natyrisht fituam ne, se ato partitë nga një pikë ujë u mbush koshi. Po në 13 të mundi me 1 milion vota. Në 17 të mundi vetëm. Në 21 prap vetëm. Se edhe në 17 në 21 Lulbasha ishte në krye, po fushatën e Edi Ramës, sa kujtojmë, kështë të thjeshtë. Me Lulin është e bukur të është, voton 1 merr 2. Voton Lulin merr Saliun. Dhe Monikën, nuk thoshte Lulin, merr Saliun dhe Monikën. Me këtë gogolë mbyti presion, e bëri presion publikut që mos votonin bashkë. Edhe në 2021. Pra gara ka qenë gjithmonë modeli Sali Berishës apo modeli Edi Ramës. Shqiptarët në të 5 garat kanë zgjedhur Edi Ramën. Puna është, a do rishpiket një opozitë?
A do ta shliroj Sali Berisha Partinë Demokratike nga vetja e tij? Apo do t'i risi gur në qafë? Nëse do t'i risi gur në qafë, do na mbysi. Do ta braktisi elektorati dhe strukturat e partisë gradualisht, dhe ja do vinë ke fakti që mund të lindin partiza të reja, por Rama e ka më kollaj. Me partiza të vogla që nuk do arrin dot të ngjizin, sepse janë krijuar me këtë sëmundjen brenda me ADN-n keq, me ADN-n e liderit. Po që nëse do krijohet një lëvizje, po, mund të rishpiket opozita. Qeveria nuk ka çfarë shpik më vetëm. Zoti Kaditi, faleminderit shumë për analizën. Shumë faleminderit edhe juve për mundësinë.